Autorin vazhdim flet rreth sharjes ose fyrjes, mirë po masaktësisht e përmend me zina, sharjen me zina, ose akuzën me kurvni. E që kjo nuk është diçka e rrollë që përdoret e njerëzit. Shumë letë për shkak njerëzit, sidomos gjinin femërore, shohen, ofendohen me zveti dhe akuzohen me kurvni. Shumë letë për shkak shoqja sot e kurv. A di që më uron po vjen me thoma, po din. A më heq se kanë dert. Ose bir kurve. Të më thonë kjo o ma shumë se ofendim, lëzni. Se këtu ko ofendim edhe ko akuz. Ko ofendim dhe ko akuz. Mirë pa autori e sjell një hadith i cili tregon se zotënia i cili ka shërptor, i cili ka sklever, nëse bjen këtë mëkat, nuk dënohet për këtë mëkat këtë botë. Mirë po bjen një hadith i cili tregon se këtë do të dënohet botën tjetër. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qazafa mamlukahu bizina, sot kush e akuzon sklavin e tij, pra robin e tij me zina, yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah. Sot do të ngritet ndëshkimi mbi të ditën e gjykimit, illa an yakuna kama qal, veç nëse është reale, domethënë veç nëse është ka ndodhur kjo mëkat për anës tine. Sot nuk ka sklever, nuk ka rob, mirë po, ajo që është një përkujtim na që mundë me marrë jetën të të përdeshme, me pas kujdes të ofendimi dhe të akuzë e tjerve me këtë mëkat të madhë, me këtë gjëna të madhë.